Foto e bukur është kjo. E pas ke pastruar shumë, pëlqen shumë se ka dalë inteligjencë artificiale, ha? Emiri e ka, Emiri i bën këto gjëra. Hafiz Ali Korça është një figurë e madhe shumë e kombit tonë. Është një figurë e vuajtur, që vuajti edhe nga periudha e zogut dhe nga periudha e fashizmit, patriot, edhe nga periudha e komunizmit. Shumë i ditur, erudit, intelektual i studiuar në Stamboll me shumë gjuhë huaja, rreth 12 gjuhë huaja, që ka lënë trashëgimi të jashtëzakonshme me libra, me shkrime për historinë tonë, edhe kombëtare dhe fetare, i cili pastaj, megjithëse ishte korçar nga familjet e vjetra të Korçës e tjerë, në kohën e komunizmit u persekutua dhe u dërgua në Kavaj, ka jetuar dhe ka vdekur në Kavaj, por ka pas gjithmonë një ultra besim të fortë që gjërat do vinë një ditë, do shkojnë në vendin e vet. Dhe ka lënë ato shprehjen e famshme që përdorim në Shqipëri. Pa fe nuk ka dhe. Para se të vdiste, di çka ka bërë? Po. Se unë kam këtë dëshmi, ju dini që një pjesë e familjes time është nga Kavaja. E kam dëshmi familjare. Po. Dhe Hoxhan Kavaj është personalitet shumë i respektuar sot e kësaj dite, që ka gati 60-70 vjet që ka vdekur. 70 vjet ndoshta, po. Dhe ka lënë një para se të vdiste, një gjysmore para se të vdiste, ka shku, ka marrë abdes, ka rënë sejdë, pastaj ka shku, është shtrirë dhe ka vdekur. Një personalitet i jashtëzakonshëm. Komunizmi është munduar të zhduk, por nuk ka zhdukur dot kontributin e një nga rilindësve tanë më të rëndësishëm që është Hafiz Ali Korça. Dhe zakonisht, pra ti i ke dëgjuar këto përshkrimin pejorativ kundër klerikëve shqiptarë, zakonisht duhet ta japim, ta identifikojmë me Bin Ladenin. Ose ndonjëherë do flasim edhe për Bin Ladenin dhe familjen e tij etj. Do e diskutojmë sigurisht. Po është një gjë tjetër. Po. Por trashëgimia e lënë nga këta njerëz, me libra, me shkrime, me shqiprime. Ky është një nga shqipruesit më të mirë të gjuhës shqipe të kohës, bashkë me Fanolin. E qartë. I jashtëzakonshëm. I ftoj të rinj të lexojnë librat e Hafiz Sabri Korçës, të Hafiz Ali Korçës, të Hafiz Ibrahim Dalliut, dhe të lexojnë se sa shqiptarë kanë qenë këta njerëz. Sikundër i ftoj të lexojnë Kristofor Kisin, të lexojnë Visarion Xhuvanin, siç lexojnë dhe Fanolin, po sikundër i ftoj të lexojnë edhe martirët e Kishës Katolike Shqiptare, por edhe klerikët Bektashin që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm gjithashtu edhe ata për shqiprimin e teksteve fetare, për shtetin shqiptar, për shoqërinë shqiptare të kohës dhe të ditëve që jetojmë. Dhe pastaj të rrimë të gjykojmë dhe të paragjykojmë me kohën e TikTokut. Nuk mund të analizojmë një temë tillë me sytë e TikTokut. Janë gjëra shumë të thella. Ne shpresojmë kulla që të kemi rast përsëri të vazhdojmë. Ndoshta disa nga fqinjët tanë antishqiptar do të donin që na gjykonin me këto sy. Për shembull, këta nuk e dinë, për shembull, është shumë e rëndësishme në botën ortodokse, që gjatë gjithë kohës së kohës Bizantit, edhe ne, edhe Maqedonasit, pra edhe të krishterët e zonës së Korçës, pra ty Pogradese, rrotull, po edhe këta shqiptarët e Strugës e tjerë. Por edhe Maqedonasit, pra edhe ne dhe slavët, një patriarkan kishim në të kohë, ajo që ishte. Ajo e Orit. Ajo është një kishte përbashkët. Shqiptarët asaj zone, aty e kanë ruajtur Shqipen. Me ato tekste ka mësuar. Po aty është ruajtur edhe nacionalizmi i Maqedonas. Ato që kanë sot ata. Po nga çfarë ruanin? Nga dominimi i kishës greke, e cila thoshte gjithë ju jeni grek.